Ka thënë Allahu I lartësuar: "Walau ittaba'a al-haqqu ahwa'ahum lafasadat as-samawati wal-ardu wa man fihin." Do të thënë, sikur e vërteta ti kish ndjekur epshet e tyre, do të ishin shkatruar qiejt dhe toka dhe çdo kush që është në to. Po ashtu ka thënë Allahu: "Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna an-nasi bil haqq." Do të thënë Davud, ne të kemi bërë mëkambës në tokë, prandaj gjyko mes njerëzve me të vërtetën, me të drejtën, me hak. Wala tattabi'il hawa, dhe mos e ndiq epshin ose dëshirat tua ose ëndjet e tua, feyudillaka an sabilillah, sepse do të devijojnë do të largojnë nga rruga e Allahut. Innal ladhina yadhilluna an sabilillahi lahum adhabun shadidun bima nasu yawm al-hisab. Ata të cilët devijojnë nga rruga e Allahut kanë dënim të fuqishëm, të rëndë, për shkak se kanë harruar ditën e llogaridhënies. Gjithashtu ka thënë Allahu: "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Do të thënë, nëse nuk të përgjigjen ty, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dije se ata janë duke I ndjekur epshet e veta. Do të thënë, nëse njeriu nuk e ndjek epshin me të vërtetë, do ta ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nëse është I sinqert ndaj Allahut, do ta zbatoj sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por kur e kundërshton rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ecë në rrugën e bidatit, atëherë çka është duke ndjekur? Përgjigjen e ka dhënë Allahu I lartësuar: "Fa in lam yastajibu laka", do të thënë, nëse nuk të përgjigjen ty, nëse nuk e ndjekin rrugën tënde o Muhammed, atëherë dije se ata janë duke ndjekur epshet e veta. Dhe ka thonë: "Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah." E kush është më I devijuar, më I prishur, do të thonë, se ai që I ndjek epshet e veta dhe jo udhëzimin e Allahut, ose pa pasur udhëzim nga Allahu. Inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin, dhe Allahu nuk I udhëzon njerëz e padrejt ose njerëz të zullumqar.